17 persona janë ndaluar nga policia e Kosovës të shtunën në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, teksa serbët nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit festuan Vidovdanin në përkujtim të betejës kundër ushtrisë osmane në Kosovë në vitin 1389. Policia tha se këta persona janë shoqëruar në stacionin policor pasi kanë provokuar duke kryer nxitje të urrëties dhe posedim veshje me përmbajtje provokuese në kundërshtim me dispozitat ligjore. Personat e ndaluar janë dëgjuar duke kënduar këngë për Kosovën dhe duke bërtitur Kosova është zemra e Serbisë dhe Kosova është Serbi. Lista serbe, parti që përfaqëson shumicën e serbëve të Kosovës, e ka dënuar rrashë për këto ndalime. Vidovdani festohet tradicionalisht edhe nga Kisha Ortodokse Serbe, e cila kryen edhe rite fetare përkatëse, si shenjë përkujtimi për ushtarët e vrarë në atë që njihet si betejë e Kosovës. Në hapësirat ku është mbajtur organizimi ka pasur prezencë të madhe policore, përfshirë pjesëtarë të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Në organizim kanë marrë pjesë edhe disa anëtarë të listës serbe përfshirë Slavo Simićin. Në të kaluarën pjesëtarë të kësaj partie nuk kanë marrë pjesë në festimet për Vidovdanin në Gazimestan, por vetëm në liturgjinë e manastirit të Graçanicës. Në fillim të qershorit të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë anuloi vendimin e vitit të kaluar të komunës së Graçanicës për lejimin e shfaqjes së flamurit serb në rastin e Vidovdanit. Gjykata deklaroi se kjo komunë me shumicë serbe kishte tejkaluar autoritetin e saj dhe kishte vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, pasi Vidovdani nuk është festë zyrtare.